Së ndëruar, do shkojmë në këtë çaste me një tjetër zhvillim, bëhet fjalë pikërisht për një protestë masive që është zhvilluar në Shkup në lidhje me problematikat e studentëve. Konkretisht, studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kanë protestuar ditën e sotme për të drejtën e provimit në gjuhën shqipe. Ndërkohë, kryetari i Parlamentit studentor të universitetit ka bërë thirrje për mbështetje të gjerë qytetare ndaj një proteste paqësore që do të mbahet ditën e sotme në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut dhe bëhet me dije për një problematikë e cila ka të bëjë me dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Një drejtë që siç theksohet sipas tyre është e garantuar me kushtetutë dhe me ligj, por që ende nuk po zbatohet në praktikë. Sipas tyre, mungesa e zbatimit të kësaj të drejte prej vitesh po krijon pengesa serioze për studentët shqiptar, duke ndikuar drejt për drejt në avancimin e tyre akademik dhe profesional. Ai e ka cilësuar këtë çështje si më shumë se sa një problem individual apo politik, duke theksuar se bëhet fjalë për një kauz të rëndësishme që lidhet me barazinë dhe respektimin e të drejtave themelore. Në këtë kontekst, ai ka bërë thirrje qytetarëve dhe institucioneve të gjithë aktorëve shoqëror që të mbështesin protestën dhe të marrin pjesë ditën e sotme në të, ndërsa organizatorët kanë bërë të ditur se protesta do të zhvillohet në mënyrë paqësore dhe dinjitoze me qëllim sensibilizimin e opinionit publik dhe adresimin e kërkesave të studentëve tek institucionet përkatëse. Ndërsa ky është edhe njoftimi që kanë bërë për mbajtjen e kësaj proteste ditën e sotme. Unë do të kem në këtë momente një student, është pikërisht Ylli Rustemi, një nga organizatorët e kësaj proteste, i cili do të na jap detaje më të thellësishme në lidhje me mënyrën e organizimit, me qasjen që ata kanë për ta zhvilluar këtë protestë dhe për të kuptuar më shumë se çfarë kërkojnë konkretisht me këtë ngritje të tyre. Është një protestë e cila ka një thirrje masive, universitetet nuk po respektojnë kushtetutën sipas tyre, është një drejtë që atyre u përket dhe që në fakt është duke ju ndikuar drejt për së drejti në avancimin e tyre akademik dhe profesional. Pra, në fokus kanë pikërisht dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, një drejtë që siç theksohet sipas tyre është e garantuar me kushtetutë dhe me ligj, por që ende nuk po zbatohet në praktikë. Regjia është duke më ndihmuar në këtë çaste me realizimin e komunikimit me Ylli Rustemin nga Shkupi e kam në këtë çaste. Është student dhe organizator i kësaj proteste. Përshëndetje Ylli. Faleminderit që gjete kohën për këtë bisedë, për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Të lutem, mund na sqarosh konkretisht se në çfarë konsistojnë kërkesat tuaja, çfarë pritshmërish keni ditën e sotme dhe se si e keni menduar organizimin e kësaj proteste? Faleminderit për ftesën. Edhe një herë jam Ylli Rustemi nga Fakulteti Juridik, jam student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore. Së bashku me disa kolegë student nga fakultetet juridike, kemi ndërmarrë një nismë për mbajtjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Neve si studentë Maqedoninë të Veriut studiojmë në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe, provimet japim në gjuhën shqipe, ndërsa provimin e jurisprudencës detyrohemi ta japim në gjuhën maqedonase, ku ndjehemi të diskriminuar dhe këtu nuk respektohet kushtetuta dhe ligji cilin shteti i Maqedonisë së Veriut e parashef. Kjo nismë është nisur nga kolegu im Mevlana Demi, së bashku jam një ndër përkrasit e parë të kësaj nisme dhe këtu pastaj kemi bërë një kërkesë deri tek Ministria e Drejtësisë dhe në disa institucione tjera përkatëse. Kërkesa është nënshkruar nga gjithsej 385 studentë nga 3 universitetet shqiptare në Maqedoni të Veriut, nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov dhe kampusin në Shkup, nga Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe nga Universiteti në Tereza në Shkup. Kjo pas dorëzimit të kësaj kërkese që kemi